Gjë vazhdoi, ishte një seancë në vazhdim të çështjes për shkarkimin e ish-drejtorit të Ujësjellsit. Ishte një seancë e shpejtë në të cilën u pranu kërkesa për të thirrë dhe për dëgju dëshmitarët. Sa dëshmitar janë? Ishte edhe jona. Sa dëshmitar janë kërkuar nga nejuar? Nuk e di, 4-5 dëshmitarë masosh nga. Do jetë edhe vetë Mark Molla pjesë? Po, besoj se po. Kështu që për detajet tjera nuk janë të rëndësishme. Është tani nuk e di a lejohet t'i them unë t'i bëj publike emrat, është besoj kompetence gjykatës t'i bëj apo jo publike. E rëndësishme është që ishte një seancë rutinë normale për ku u miratu kërkesa për të thirrë dhe për dëgju dëshmitarët e tjerë. Për një çështje që nuk është çështje në fakt, por që siç e kam thënë vazhdimisht që në fillim të saj ka qenë një çështje e stisur politikisht në mënyrë që të dëmtohej jo vetëm Bashkia, por edhe Partia Demokratike në fillim të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 majit. Ka padur efekt kjo zoti Spahia? Unë kam përshtypjen që më mirë se askush tjetër, qytetarët shkodran kanë qenë koshient dhe kanë dhënë përgjigjen e tyre nëpërmjet votës. Kanë qenë koshient për faktin që ka qenë një sulm politik ndaj një personi që ka mbrojt gjithmonë interesin publik dhe qytetar. Kështu që përgjigjen e kanë marrë me votë.